tek Tanja Porja për ditur. Se si do ta nisi ne këtë muaj? Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes, gëzuar festën. Gëzuar, faleminderit. Java mjaft e nxehtë, fillon me diell, e intja sjell ndonjë reshje nga veriu, por kryesisht një mot i kthjellët gjatë kësaj jave dhe po ashtu termometri do të jetë në vlera mjaft të larta. Sot presim të paktën 34 gradë Celsius, po kaq vijon gjatë javës, mëngjeset sa vinë dhe nxehen, përjashtuar mëngjesin e së premtes, ndërsa mesditat nga mesdita e së mërkurës dhe deri mesditën e së njëjtës kemi një freskim të lehtë të kushteve të motit, por sërish termometri qëndron mbi 30 gradë Celsius, ndërsa sot diell dhe temperatura të larta, relativisht i freskët mëngjesi krahasuar me mëngjeset e javës së shkuar, kemi nga 11 deri në 20 gradë. Vlerat e mëngjesit të sotëm nga zonat e thella malore në vijën bregdetare, ndërsa maksimumet nga 26 gradë Celsius, maksimumi në skajin verior të Shqipërisë deri në 34, maksimumet në Elbasan dhe Berat. Era do të fryjë nga jugperëndimi një herë me shpejtësi mesatare, kryesisht në gjysmën lindore të vendit do të ndihet shpejtësia mesatare e erës, pjesa tjetër e territorit me një erë të lehtë dhe konkretisht pjesa e parë e ditës së sotme. Diell thuajse në të gjithë territorin shqiptar, vranësia krye të lehta dhe kalimtare kemi gjatë orëve të paradites në verilinje dhe pjesërisht në juglinje, pra deri në Pogradec dhe më poshtë kemi vetëm diell në zonat perëndimore, por edhe në zonat jugore të Shqipërisë. Termometri minimal sot ka shënuar një rënje të lehtë krahasuar me fundjavën, kemi nga 12 deri në 14 gradë Celsius kemi mëngjeset sot në zonat malore, në gjysmën perëndimore termometri luhatet nga 17-18 në brendësi të territorit, por edhe në veri perëndim deri në 19 gradë përgjithsisht në vijën bregdetare, kemi vetëm gjirin e Sarandës me 20 gradë në mëngjesin e sotëm. Në mesditë dhe në pjesën e dytë të ditës kemi shtim gradual të vranësirave, por përsëri vranësira do të jenë fillimisht të dukshme në veri perëndim, përveç zonave lindore, fillimisht në veri perëndim dhe më pas gradualisht edhe në zona qendrore. Vija bregdetare nga Durrësi në Sarandë do të mbetet sërish e kthjellët dhe në pjesën e dytë të ditës. Maksimumet sot shënojnë një rritje krahasuar me fundjavën, kemi 1 apo 2 gradë rritje, kryesisht në zonat jugore. Në zonat malore termometri sot ngjitet maksimalisht nga 26 deri në 28 gradë Celsius, ndërsa në vijën bregdetare kemi 31-32 maksimumet e ditës së sotme, më në thellësi të territorit presim dhe maksimumet 33. Pjesa më e madhe e qyteteve dhe 34, sikur ne thamë në fillim të prezantimit, Elbasani dhe Berati me të paktën 34 gradë Celsius. Nesër dhe në vijim jo shumë ndryshime të vlerave termike, por një rritje graduale e vlerave termike kryesisht në orët e mëngjesit dhe mot thuajse stabil. Megjithatë, detajet e motit pezitor si gjithmonë në detajon në 9:10 sërish së bashku.